Allah i madheshëm na mëson librin e tij çdo mirësi dhe na paralajmëron nga çdo ligësi. Prej mirësive që na mëson është që na drejtohet të gjithë njerëzve, duke thënë ja eyyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. O ju njerëz, hanë atë që gjendet në tokë e që është halal dhe e mirë, dhe mos i ndjekni hapat e shejtanit, sepse ai është armik i hapt për juve. Ai ju urdhron juve për gjërat e këqija, të ndyta, dhe që të thani për Allahun atë që nuk keni dituri. Pra shikoni, o ju njerëz, ju jeni midis dy rrugëve, nuk keni rrugë të tretë, ose rruga e Allahut, Zoti tuaj, begatuesi tuaj, ai që ju ka dhënë çdo të mirë, fiziologjikisht e natyralisht, e jo ka përshtatë terrenin, ai që është më i mëshirshëm për ju se nëna tuaja, ose keni me ndjek rrugën e armikut tuaj shejtanit. Allah çka po na mëson nga rahmeti i tij, po thotë, hanë atë çka është në tokë halal, mos i hani gjërat që janë haram, sa ato janë dëmshme për juve, siç është ngrënia e mishit derrit, ngrënia e coftinave, ngrënia e gërsirave dhe gjëra të ndyta. Dhe po thot atë që është e mirë, pra nuk mjafton vetëm me kanë një gjë halal, po edhe duhet me kanë e pastër, e dobishme. Dhe mos i ndjekni hapat e shejtanit, sepse ai është armik i hapur juve. Do të shejtani nuk të devion në robi Allahut me njëherë, po hap mas hapi, siç kur shkallët e ndërtesës, shkallë mas shkallë. Kështu është metoda e tij për me të largu prej natyrshmërisë pastër në të cilën ka krijuar Allahu i Madhëshëm. Pastaj po thot çka na urdhron armiku i on shejtani. Po thot ai ju urdhron për çdo të keqe, e su, çdo gjë që të dëmton ty, wal fahsha, dhe gjërat e ndyta, do të gjërat e ulta morale, siç është prostitucioni, fjalët e ndyta kështu me radhë. Dhe ju urdhron që të falni për Allahun atë që nuk dini. E kjo është tmerri më i madh. Kjo pjesa e fundit është me të vërtetë tmerri më i madh. Me fol për Allahun atë çka nuk e dini. Sa e keqe dhe sa e shëmtuar është që ne të folëm për Allahun atë që nuk e dim. Kjo është mëkati më i madh. Prej kësaj kanë buru gjitha përçarjet midis njerëzimit. Kur kanë fol për Allahun pa dije, kanë shpik gjëra, kanë shpik bestytni, kanë shpik kotësi, dhe kështu njerëzimi është përçar me degë të ndryshme. Për Allahun nuk bën me fol veç se me fakte, me argumente. Prandaj Allah i Madhëshëm i qarton shumicën e njerëzve kur thot wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna. Shumica e tyre nuk ndjekin gjë tjetër vetëm se hamendje. Dhe të hamendja nuk e zëvendëson të vërtetën as pak. Allahu e din atë që e veprojnë ata. Prandaj robi Allahut, pasaj argumentin, pasaj faktin, pasaj mësimet e Zotit tënd, dhe mos e ndjek armikun tënd shejtanin, sepse me vërtet do të pendohesh, dhe ka mundësi që kur të pendohesh, veç se do të jetë vonë.